Shiko, nuk është çështja. Tani kanë pas debate aq të forta dhe sot janë krahë njëri tjetrit duke bashkëpunuar. Gjithë në krahë njëri tjetrit në fakt, po jo të gjithë. Qofse ti në fillim diçka që s'ka konspiracion, ata nesër bëjnë foltorin në Krizën e Durrësit. Një pjesë bëhet me pjesa parë bëhet e hapur dhe pjesa dytë bëhet e mbyllur. Nëse ne do jemi ndryshe nga këta, duhet më gjitha të hapura. Jo mirë po kjo. Gjitha. Po ka një analizë po të flasin demokratët, nuk ka analizë fare. Ore hapur bëhet tërë ajo ishte një mendimi. Demokratët do njëri që ka turp ndaj kamerave me fol se qofse ne kemi qenë ndryshe e turpit se mos flas keq, mos më bëjnë meme, të flasim më pa kamerë se qofse ne kemi qenë ndryshe, kemi qenë që ata do të flasin edhe nga zemërimi i Zoti Xhaferi, se do shkonin po inshallah po ju presin. Do më thënë, po. Ka si probleme, pa tjetër nga zemërimi... Shumë nga kolekte tu edhe mbase nuk i presin. Ne dhe mund dosha s'presin në ca zonë. Shkon njërë në 4 vite për t'i kërkuar votën. Ne jemi rritur në Forumin Rinor të Partisë Demokratike. Forumi Rinor të Partisë Demokratike ka qenë universitet politik. Universitet në kuptimin e parë të fjalës. Ka histori të lavdishme zotëri. Ka pas djem dhe vajza të rinj që i kanë dalë kundra ministrave ndërtyror, zotëri, ka qenë ministër Indieri Bujar Nishani, Sokollodashi, i kanë dalë kundra. Kanë fituar edhe janë mundur në situatat veçanta, por i kanë dalë kundra, sepse kishte demokraci. Me kushtin që po mbyllen universitetet edhe Partia Demokratike në Forumin Rinor nuk ka patur... Po nuk besoj unë që është faj zotrisë. Domethënë, gara e fundit demokratike, pa folur për garën e zotrisë, sepse nuk kam qenë pjesë dhe nuk e di të gjykoj, ka qenë gara kur zoti Belind Këlliçi, që ka qenë me të vërtet një garë elektorale brenda Forumit Rinor që ka qenë një garë e vërtet. Me disa kandidate, me platforma që u bë me platforma publike, me debat publike të gjitha me radhë, apo jo? Po, edhe garë e fundit ashtu, me një të gjitha, po gjithsesi s'ka qenë. Unë s'kam qenë pjesë, domethënë, por unë atë mbaj mend. Dhe po të them që Forumi Rinor është akademia politike e Partisë Demokratike. Pjesa më e madhe politikanëve kanë ardhur nga ajo derë. Sot Partia Demokratike ka nevojë që ta bëj analizën brenda vetes në deg. Nuk ka nevojë të dali para kryeministit. E kam shumë të drejtë për drejtë. Para kryeministit është për të shprehur hallet, thotë zoti. Nuk ka nevojë aty. Nuk ka nevojë fare. Ti vej qytetarëve, ti japi mundësi atyre antarëve, ti japi mundësi atyre njerëzve që kanë 30 vjet që kontribojnë, që dhe ata të thonë mendimin e vetë, zotëri. Ndodhe ajo me mbledhjen Kamës, po dolin media. Nuk është problemi pse doli, ore, fare, më mirë dali, më mirë regjistroje vetë edhe nxirre vetë, sesa të dali. Ajo tregoi ku kishte hallin media. Po pra, për të parandaluar këtë gjë, më mirë bëje vetë publike. Bëje vetë publike të hapura mbledhje për gjithë qytetarët. Ta shohin gjithë qytetarët si je pjesë e Partisë Demokratike. Ajo s'ishte fare në televizion, pra video dalin. Edhe një herë, live. Po i pshoj prap gjës time pra që disa takime bën me dyrë mbyllur. Ka nevojë fare, mos ka nevojë se ti ç'a do analizosh. Po rezultatet që ta bësh të rejse, që ta bësh ndryshe. Tani mbahet mend sot mbledhjet e KPD-s të Partisë Socialiste 2003-2004. Unë po them që ta bësh ndryshe, bëj të hapura publike për qytetarët, që ta kuptojnë dhe qytetarët. Një analizë teknike Indrit për këtë po them. Nuk është vetëm analiza politike që patjetër do bëhet në media, ka dhe një analizë teknike ti e bën në strukturën e ngushtë, pa jo nuk është mbledhje që do analizoj. Unë po them analizë ti e bën me antarët, që ti e bën me kryesinë e degëve, ti e bën për përcjell mesazhet politike thotë Sefa. Domethënë që bën analizë në të kuptim, jo analizë elektorale sa vota morëm të kjo kutis, ajo s'ka interes. Ajo s'ka interes për qytetarët. Shiko, diskutimi nuk është e figurat e reja të cilët nuk po promovojnë fare në Partinë Demokratike. Unë prisja që të kishte një promovim shumë të madh. Po flas në shembull konkret, nuk po i bie vërdall. Kemi të gjithë departamenti Brain Gain, u kapën gjithë u hollën. Pra Rama është krye hajduti via zgjedhje të grupe kriminale, banda dhe u kapën këta të rinj dhe u hodhën në gojë të ujkut. Ndërsa ata që ishin të vjetrit u futën gjithë në lista të mbyllura dhe shkoi si shkoi situata. Raporti OSBE-Odirit nuk është raport aq i zi sa thot opozita. Mjafton ta lexosh dhe kupton që në shumë element
ka një Por Aman është i zi. Jo, nuk është as i zi, është gri. Për mua, po do mendimin tim... Prapte e zeza anon. Po do mendimin tim është një nga raportet që ka qëndër më të mirët për zgjedhjet në Shqipëri. Qa thua, më? Dhe ta them unë. Dhe ta them unë, qofse keni lezuar, sa faqe ka? Sa faqe ka? Ke lezuar? Jo vetëm këtë raport, e ke lezuar? Raport tjetër. Sa faqe ka? Tani po të them, lexo vetëm tani, më le ta them. Më le ta them. S'mundet. Jo, po s'lexoj të faqen e parë. Pse që nga i mirë ma thuj? E lexoj nga fillimi në fund. Të ta marr me analizë me radhë. E para thot që ishin zgjedhje profesionale dhe që u zhvilluan në mënyrën të lirë dhe të ndershme. Po jo më ku e ke the këtë hape shikoj. Thot partitë politike kanë marrë fonde nga KQZ-ja, por ndërkohë fushata e gjithë secilës ka vajtur mbi 3 milion euro. Dhe këtë thot dhe për PD-n dhe për PS-n. Nuk është përmend Po. E ke publikisht. Shkon më poshtë, akuzon partitë politike. Nuk dalë më në studio në Shqipëri. Akuzon partitë politike. Gjendet kjo fjalë që ti. Akuzon partitë politike. Po e vlerëson KQZ-n tani, më vjen keq tani. Po e ke atje.